Votat në Mitrovic nuk janë duke u pranuar nga Partia Demokratike e Kosovës, të cilët thonë se ka pasur keq përdorim duke u referuar trenit bullgar. Ata madje kanë kërkuar rivotim në Mitrovic. Antari i kryesisë së PDK-s Përparim Gluda tha se rivotimi në komunë të Mitrovicës do të kërkojnë edhe në ankesën që do të paraqesin të martën në PZAP. Ai tha se parregullësitë në Mitrovic të Jugut lidhen që flet votimet me numra serik të caktuar janë gjetur dhe qendra të ndryshme të votimit. Kjo sipas tij paraqet fenomenin e trenit bullgar. Në balotazhin 9 nëntorit, kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje Faton Peci ka fituar përballë kandidatit të PDK-s Arjan Tahiri. PDK vlerëson se integriteti i procesit zgjedhor në Mitrovic është i cënuar rënd, pasi janë shkelur ligji për zgjedhjet dhe standardet e njohura nga Komisioni i Venecias. Në këto kushte, paraqes kërkesat e PDK-s. Ne kërkojmë që Mitrovica të shkojë menjëherë në rivotim, pasi janë disa qendra të mëdha që janë vërejtur pa rregullsi. Kërkesa jonë në rivotim në Mitrovic do të shkojë edhe në PZAP, tha ai. Në anën tjetër, avokati Tom Gashi ka thumbuar ata që duke thënë se kote keni, Gashi përmes një statusi në Facebook ka shkruar se mos i jepni shumë zor se kote keni. Faton Peci, çka do që gjen në komunë do t'ua publikoj. Ndryshe, prokuroria themelore në Mitrovic njofton opinionin publik se ka urdhëruar Komisionin Komunal Zgjedhor që të rifillojë procesin e numërimit të flet votimeve në qendrat komunale në komunën e Mitrovicës së Jugut. Kjo pasi kompania Cetis mbi printimin e flet votimeve për zgjedhjet komunale në Kosovë përmes një njoftimi ka shpjeguar se problemi i numërimit ndodhi ekskluzivisht në njërin nga 4 kokat, pllakat e printerëve me ngjyrë. Përgjegjësve për printimin e numrit të qendrës së votimit dhe se marrin përgjegjësi për këtë gabim, sipas të cilës në rrethana normale do të ishte pothuajse i pamundur të ndodhte. Sidoqoftë, për të ruajtur integritetin e procesit të numërimit të flet votimeve, prokuroria themelore e Mitrovicës ka caktuar 2 hetues policorë që do të jenë prezent gjatë tërë kohës deri në përfundimin e plotë të procesit të numërimit.